Shikues të Alert, mirëmbroma, përshëndetje nga ekrani i televizionit Ora News. Një vit të mbarë për gjithë shqiptarët, ky është Alert i vitit të parë, pra i parë për vitin 2026, por jo i pari i sezonit. Do ta nisim me thënë shumë thjesht me bukën e gojës. E them kështu sepse do të flasim sot për ato çfarë njerëzit zakonisht diskutojnë në komunikimet e tyre, qoftë në kafene, qoftë në shtëpi, qoftë në rrjetet sociale apo studio televizive kur flitet për frutat apo perimet dhe veçanërisht për perimet, ka një koncept, në fakt shija është perceptim apo jo gjithmonë është subjektive, është subjektive, por ka një perceptim që çfarë po ndodh, çfarë po ham, çfarë konsumojmë, sidomos kur bëhet fjalë për pesticide apo për perime. Por në rastin konkret nuk do të flasim për prodhimin e përditshëm, por për prodhimin autokton dhe konkretisht për farat autoktone shqiptare të perimeve. Është një projekt që ka nisur prej 2 vjetësh nga SRD, program i GIZ Albanias dhe që po zbatohet në Shqipëri. Në ndihmë të bujqësisë të qëndrueshme, në ndihmë të farave autoktone, në ndihmë të agroturizmit, në ndihmë të turizmit në tërësi, në ndihmë të shijes apo dëshirave të shqiptarëve për të pasur produkte autoktone. Bëhet fjalë për projektin projekti i rrjedhëzimit farave autoktone që synon ringjalljen, unë do ta lexoj në fakt, e varieteteve autoktone duke integruar ato në bujqësinë e qëndrueshme në gastronomi dhe në zinxhirin e agroturizmit. Do të flasim sot me 5 persona, në fakt 4 janë në studio dhe 1 është online. Është zonja Sofiola Kotelli, drejtore e programit SRD në GIZ Albania, kënaqësi që u kam studio. Përshëndetje Granit. E nisim vitin bashk. Zonja Valdete Buça është drejtore e mbrojtjes bimëve dhe fara fidanëve në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Mirë se vini në Alert. Përshëndetje dhe sukses një vit të mbarë. Faleminderit. Zonja Valbona Hotbari është drejtore e Institutit të Resurseve Gjenetike të Bimëve në Universitetin Bujqësor të Tiranës ose e njohur ndryshe si Banka Gjenetike. Kënaqësi që u kam në studio. Faleminderit. Dhe Johana Bano është kryetare e shoqatës agroturizmit shqiptar, njëkohësisht edhe fermere dhe sipërmarrëse në agroturizëm, kënaqësi që u kam në studio. Në online, se tashmë s'ka Skype, na është mësuar instinktivisht na vjen në Skype, është online zoti Alban Çakalli, është një fermer, në fakt ndër më punëtorë, djem më punëtor që një bujqësia shqiptare, e po ashtu prodhuesi certifikuar i farave autoktone. Alban, përshëndetje dhe kënaqësi që u kam studio, faleminderit dhe për kohën. Mirëmbrëma dhe faleminderit shumë për kohën që na kushtoni për farat. Është kënaqësi dhe sigurisht keni kaluar edhe ditë vështira, ndoshta ju vetë, po të paktën kolegët tuaj fermer me përmbytje masive. Normalisht që po, ka qenë një ndër vitet më të vështira, jo vetëm për përmbytjet, por patëm dhe para 8 ditësh patëm ngrita shumë forta dhe uroj që të kemi vëmendje sa më të madhe nga institucionet përkatëse. Shpresoj shumë. Alban, unë do kthehem pastaj tek ju pas pak në bisedë. Gjithsesi mikrofoni juaj do jetë hapur dhe sa herë keni nevojë, ju mund të ndërhyni edhe nëse nuk jeni në plan, pastaj ju fut regjia në plan. Zonja Kotelli, çfarë është bërë për këto 2 vite të këtij projekti ose si ka nisur ideja e tij? Granit, edhe njërë faleminderit dhe sa bukur që nisim vitin me varietetet autoktone, siç edhe ju e thatë me bazat, pra me rënjët tona, me ushqimet tona. Ne projektin e kemi filluar para 2 vitesh, si një kërkesë në fakt të shoqatës të agroturizmit me cilët ne bashkëpunojmë ngushtësisht. Shoqata agroturizmit me cilën ne planifikuam gjithë punën që do të bënim në drejtimin e zhvillimit agroturizmit në Shqipëri, një nga kërkesat kryesore kishte pikërisht rrjedhimin e varieteteve autoktone dhe futjen e tyre në menu të agroturizmit. Dhe në fakt kështu e kemi filluar nga përgatitja e kërkesës, pra se si ne mund të rizgjonim kërkesën për përdorimin e këtyre varieteteve autoktone që janë prej vitesh dhe vitesh të ruajtura në Bankën Gjenetike Shqiptare. Por duke qenë të ruajtura pa i kërkuar kush, ato mbeten thjesht në një ekspozit dhe qëllimi i gjithë projektit ka qenë rrjedhëzimi i tyre. Dhe kush më mirë se sa agroturizmet, të cilët kanë dhe përmision mbi të tjera për të promovuar produktin vendas, produktin autokton mund ta bënte. E filluam pra nga kërkesa, por
rrugës me agronomët më të mirë, me ekspertët më të mirë të bankës gjenetike, na troqën pak veshin sepse thanë që siç keni punuar me agroturizmin, duhet të fillojmë të punojmë fort edhe me fermerët për të siguruar në fund të fundit edhe ofertën për këtë lloj produkti, sepse banka gjenetike dhe drejtoresha këtu do ta shpjegoj dhe më mirë, mund të jap ato në kuadrin e rigjenerimit të tyre për t'ia kthyer sërish bankës, por qëllimi ynë ishte që këto të rihetëzoheshin dhe të futen në zinxhirin ushqimor edhe pasi projekti të mbyllet. Prandaj ne gradualisht krijuam rrjetin e fermerëve të cilët kultivojnë varietete autoktone dhe zinxhirin e agroturizmeve apo restoranteve të tjera të cilat i fusin ato në përdorim. Kjo ka qenë historia si filloi. Pastaj gjatë rrugës sigurisht që një sër aktivitetes janë zhvilluar, qoftë me shoqatën e agroturizmit, qoftë me bankën gjenetike, qoftë me ndërgjegjësimin e të rinjve për futjen e këtyre produkteve në treg dhe pas gati 2 vitesh punë, jemi shumë të kënaqur sot që arritëm të nxjerrim në treg të gjithë së bashku edhe varietetet e para të cilat sot mund të sillen dhe të gjenden tek agroturizmet apo tek dyqanet e tjera. Ka shumë rrugë për të bërë dhe së bashku në partneritet me Ministrinë, ky do jetë viti të cilin e duam që nga projekt ta kalojmë në program të qeverisë dhe në një program i cili nuk do të mbetet vetëm në ato pilote që ne kemi zhvilluar apo në ato pak fara të cilat ne kemi certifikuar me ekspertët përkatës dhe i kemi komercializuar, por do të bëhet një program i rëndësishëm sepse kur flasim për agroturizmin, kur flasim për turizmin rural, në Shqipëri nuk mund të mos flasësh për ushqimin vendas dhe për varietetet autoktone që ne i kemi fatmirësisht me shumicë. Ju thash para emisionit që Sofiola i djeg gjitha pyetjet në 3 fjali, prek gjitha nga pak. Po me qenë se u përmendën pjesa agroturizmit, si është shpritur në agroturizëm? Dakor, ka qenë vërtet edhe kërkese juaja apo iniciativë, pra e keni kërkuar që ndërmerren masa të tilla, po si është shpritur sepse agroturizmi është edhe biznes në fundit? Absolutisht po, është përqafuar fort pasi para se të niste ky projekt, ka pasur element përpjekje të vazhdueshme të disa agroturizmeve që bënin përpjekjet në mënyrë autodidakte për të ruajtur këto fara ose këto bimë, për të ruajtur ato shijet, për ta përkthyer këtë në aroma dhe në nostalgji tek vizitorët e vet. Dhe kur ky projekt ju ofrua agroturizmit, ishe si një dhuratë e kërkuar, le të themi. Kështu që përpjekjet më në mënyrë autodidakte filluan të shtroheshin në një rrugë më të mbar. Sigurisht ka pasur dhe skeptik, sepse siç thatë ju është biznes dhe ka pasur pikpyetjet nëse këto fara do përshtateshin, nëse këto fidan do kishin rendimentin e duhur në fermat tona që ne drejtojmë. Por unë e them shpesh, këto fara janë treguar shumë kokforte dhe na treguan që po, sepse u kthyen në tokën e tyre, na treguan që jo vetëm ka një produkt që ja vlen të përfaqësohet çdo agroturizëm, të ruaj të qenit autentik, të ketë të tregoj tek vizitorët e vet dhe absolutisht dhe pjesa e nostalgjisë dhe të shijeve, por edhe në pjesën e llogaribërjes së saktë në një biznes, tregoj që kishin rendimente shumë të mira. Do shkoj tek zonja Hotbari, në fakt për të pyetur se Hotbari. Hobdari. Edhe në titra mund ta korrigjoni. Hobdari. Sepse atë do ta kem shkruar unë gabim. Cili është misioni i bankës gjenetike dhe sa varietete apo sa fara ruhen aty? Instituti Resurse Gjenetike të bimëve ose shkurt Banka Gjenetike që njihet gjithësisht si njësi kryesore e Universitetit Bujqësor të Tiranës, është njësia kryesore dhe institucioni kombëtar i cili koordinon gjithë aktivitetet në fushën e ruajtjes së menaxhimit të resurse gjenetike të bimëve. Dhe aktualisht ajo është burimi i vetëm në Shqipëri i cili siguron material gjenetik autokton që është shumë i rëndësishëm për sigurinë dhe ushqimore dhe bujqësinë. Misioni dhe qëllimi i bankës gjenetike është që të promovojë konservimin dhe përdorimin e qëndrueshëm të këtyre resurse gjenetike të bimëve, gjithmonë në bashkëpunim
me të gjithë aktorët që merren me resurse gjenetike, veçanërisht me Ministrinë e Bujqësisë, me fermerët, me qendrat e teknologjive, transferimit teknologjive, të cilët përsëri janë pjesë e Ministrisë së Bujqësisë, me agrobiznese, me kërkues të ndryshëm shkencor, të cilët të gjithë këta duhet të finalizojnë rigjallërimin e këtyre varieteteve autoktone për t'i risjellë në sistemin ton ushqimor. Dhe disa nga aktivitetet që kryen banga janë eksplorimi dhe koleksionimi i këtyre resurse gjenetike, rigjenerimi, karakterizimi dhe vlerësimi për tipare fenologjike dhe agronomike. Dhe sot në bankën tonë gjenetike ruhen afërsisht 5200 aksesione me 220 specie të përfaqësuara. Nga këto, 4100 janë të statusit far, të cilët ruhen për kohë shumë të gjatë në kushtet të standardit ndërkombëtar, në -20 gradë, dhe 1100 janë të statusit BIM të gjalla ose pemë frutore, të cilat ruhen në bazën tonë eksperimentale në Valias, që është pjesë e Universitetit Bujqësor, prej 10 hektarësh, dhe një pjesë e këtyre pemëve frutore ruhen dhe në 2 qendra të transferimit teknologjive në Vlorë dhe në Korçë. Të gjitha këto, dokumentimi i resurseve gjenetike të Shqipërisë janë të dokumentuara sipas standardit ndërkombëtar dhe janë sot pjesë e katalogut europian të resurseve gjenetike në Europë. Fruta dhe perime janë gjitha. Fruta dhe perime. 5200 që unë thash, ekziston një databazë të caktuar dhe janë të regjistruar në katalogun europian EURISCO, që quhet që bën pjesë dhe Shqipëria. Vali, para se shkoj tek Albani, se çfarë ndodh konkretisht në teren apo në ato minivazët e vogla, si certifikohen këto fara për varietetet autoktone? Atere, certifikimi i farave i varieteteve autoktone kryhet nëpërmjet testimit, kryhet në mbikëqyrjen e entit shtretëror të farave dhe fidanëve, shikohet fuqia embirëse e këtyre farave, shikohet pastërtia varietore, gjithashtu dhe shëndeti fitosanitar që shoqërohet me certifikat fitosanitare përpara certifikimit zyrtar që bëhet nga enti shtetëror i farave dhe fidanëve, i cili jepet nga Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve. Bëhet sipas certifikimi i cilësisë së farave ose bëhet sipas skemave të OECD-s, ku Shqipëria është antare tek skemat e OECD-s, bëhet sipas legjislacionit europian, të cilën e kemi të harmonizuar në legjislacionin ton shqiptar. Etiketimi, këto kanë një etiketim specifik dhe shënimi në etiketimin e tyre bëhet pra far në periudhë ruajtje. Far e varietetit ruajtur, pra duke theksuar që nuk është për një përprodhim intensiv industrial, por është ka të kufizuar. Gjithashtu, janë dhe 2 direktivat e Bashkimit Evropian, të cilat janë 2945, e cila është për perime tradicionale, që ne i kemi të harmonizuar në legislacionin ton, dhe direktivën 2862, që është për varietetet ruajtëse. Dua të them që i gjithë kuadri ligjor rregullohet me ligjin 10.416 për materialin mbjellës dhe shumëzues bimor, se si për kufizim fara fidanët, ne kemi materialin mbjellës dhe shumëzues bimor dhe të gjithë aktet nënligjore në zbatim të tij. Së fundmi në Bashkimin Evropian është duke u hartuar një rregullore specifike të konsoliduar vetëm për materialin mbjellës dhe shumëzues bimor, për të cilën pritet të miratohet gjatë këtij viti 2026 dhe direkt ne do fillojmë me transpozimin e kësaj rregullore. Albanin e kam, besoj? Po. E kam. Alban, si u përzgjodhe ti, ose pse u përzgjodhe ti? Sigurisht mund të thonë të tjerët në studio, ju konkretisht, por dhe çfarë ka ndodhur? Çfarë bën ti konkretisht? Unë fakt, unë jam fermer, mbi gjitha, por kam vite që kam filluar duke koleksionuar një pjesë të vogël të disa perimeve dhe kultivareve të harvis. Do të thënë më kanë rënë rastësisht disa njerëz biç mirë që ishin disa kultivar të harvive që ishin gati në fare dhe po ja japim Albanit që të mos na zhduken.
dhe kështu në rrjetet sociale normalisht i kam promovuar, jam munduar t'i promovoj, por jo për prodhim, por thjesht për t'i ruajtur këto kultivarë. Dhe besoj Universiteti Bujqësor ka dhënë një këshill që unë të merresha me këtë gjë, por dhe disa miqë dhe dua ta falenderoj përzemërsisht Altin Prengën që ka sugjeruar që Albani mund ta bëjë këtë të nisme për të filluar për të prodhuar fara autoktone. Ky ka qenë, mbasi fillove këtë bashkëpunim, ose konkretisht, aktualisht çfarë po bën ose gjatë 2 viteve? Ke marrë fara, i ke kthyer në fidan, ku i çon? Realisht kam marrë fara tek banka gjenetike, të gjitha këto janë fara autoktone që janë ruajtur prej vitesh, siç e tha dhe Valbona, në bankën gjenetike, dhe është ndër bankat më të rëndësishme në Ballkan për pastërtinë varietore, sepse këto kultivar normalisht po them pjesa e komunizmit ka dhënë ato të mirat e veta se këto kultivar nuk kanë qenë të kryqëzuar me kultivar të huaj siç kanë vendet e tjera, dhe këto realisht janë kultivar autokton. Kam filluar kultivimin e tyre, i kam marrë sipas rregullave, kam dorëzuar sasinë që kam marrë tek banka gjenetike dhe normalisht jemi në procesin e tani të paketimit të tyre, kemi bërë dhe pak dhe janë gati për të dalë tek ata që i duan të fare, si që janë pikat agroturistike dhe kushdo që dëshiron që të ketë të fara. Si i kenë pako, mund të shohim nëse i keme vete? Janë pako, janë të gjitha të punuar dhe kanë një historik, dhe më thënë të tyre, ku janë mbledhur, si janë mbledhur dhe normalisht po jap një shembull këtu thotë Patëlgjan Ajdin Sihaj, po thënë dhe disa karakteristika që i kanë mbrapa, po lexojmë besoj që keni këto. Është përzgjedhur thotë në popullat në vitet 1980 nga ish Instituti Perime dhe Patatës në Tiranë, regjistruar në katalogun zyrtar të farave në vitin 1984 dhe i riregjistruar në vitin 1994. Dhe jep se si mund ta përdorim, mbjellja, gjitha këto. Domethënë janë kultivar, kemi edhe kultivar të tjerë, siç është pjepër Çarrës i Tiranës, është autokton i zonës së Tiranës, është fantastik në shije dhe në prodhim, shpesh herë përmerret me pyetjen se janë shumë skeptik në lidhje me prodhimtarinë e tyre. Dhe ju garantoj, le që do i provojnë, se këto jo vetëm që janë rezistent dhe kanë shije, po disa prej kultivareve që janë dhe shumë prodhues, domethënë japin dhe rendimente, plus që kanë dhe rezistencë ndaj kushteve atmosferike dhe rezistencë nga po them kërkudha të ndryshme, siç janë sëmundje të ndryshme që kanë shpesh perime që ne importojmë. Kemi domatën zemërka origjinale, kemi specin e laknasit, specin e famshëm të laknasit, që ne jemi krënuar me eksportin e këtyre perimeve para viteve 90, kemi shalqi KS74 dhe ky përsëri është i zgjedhur nga profesorë të ndryshëm të Universitetit Bujqësor, kemi kunguin e verës, kemi Patëlgjan Zallherri, ky është fantastik, është i Zallherrit që në shije të gjithë shefat e kuzhinave që e kanë përdorur në gatim kanë thënë që ky ka një shpërthim aromas, domethënë është unik në llojin e tij krahasuar me prodhimet që janë farat që ne importojmë nga vendet e tjera. Dua të shtoj diçka në lidhje dhe me turizmin në fakt. Këto janë shije unike që ne na diferencojnë nga vendet e tjera. Domethënë nëse një turist do vjen në Shqipëri dhe do konsumojë nga këto perime, jo vetëm perimet, por ne kemi edhe fruta të ndryshme, ajo që na bën unik, na bën fal këtyre shijeve, por dhe aftësia e shefave të kuzhinave për t'i transformuar këtë shije për t'i bërë më të veçanta. Qartë. Po, Valbona. Për të vazhduar idenë e paketave, me që mos ta kalojmë këtë, do të thosha që sfidë e këtij projekti ka qenë certifikimi i këtyre varieteteve dhe do të them në total Albani mori 13 specie me 60 varietete dhe ndërkohë bashkëpunimi i Gizit dhe bashkëpunimi me Entin Shtetëror të Farave, që ishte një ide geniale për të futur si vjet në këtë program, për arsye se banka ka gjithë pasuri kombëtare që e ruan dhe autoktone,
por ideja është se mua më kërkojnë gjithmonë dhe në telefon, do mjarë për çik farë se ka fara, këto nuk mund të shpërdorojmë. Dhe erdhi momenti që këto u certifikuan, po nga këto, nga 12 specie janë certifikuar 7 specie dhe 12 varietete, të cilat ekzistonin në katalogun zyrtar të enti shtetror të farave, dhe synimi për këtë vit apo për të ardhmen është që neve të vazhdojmë të fusim të gjithë varietetet e tjera që mbetën, që nuk janë në katalogun zyrtar, që këto të hidhen në treg. Dhe këto paketa që u finalizuan në këtë program është një sfidë shumë e madhe dhe është një arritje shumë e madhe për farat autoktone të vendit tonë. Prandaj do thosha që këto resurse gjenetike dhe promovimi që bën banka gjenetike nga Universiteti Bujqësor është pak gjitha aktor, pa bashkëpunimin me Ministrinë e Bujqësisë, se ne kemi qenë në fillime pjesë e këtyre, pastaj kaluam në universitet, dhe pa mbështetje financiare, siç është programi Giza, po shumë të tjera, këto gjëra nuk arjen, por kjo duhet shkoj shumë më përpara. Jo, mund të arjen se nuk ka ndonjë kosto të madhe projekti. Është identifikimi, vullneti, bashkëpunimi aktorëve siç Valbona e shpreu, sepse nuk është më tepër ana financiare e këtij projekti, se sa është qëllimi përbashkët që ne të gjithë kishim për këtë projekt. Dhe unë realisht jam shumë e gëzuar se siç e tha dhe Bona, ky ishte qëllimi, që Albani t'i tregonte ato paketat dhe ato paketat të mos marrin Bonën në telefon apo Joanën apo këdo tjetër në bankën gjenetike për të siguruar fara, por çdo kush që dëshiron të kultivojnë oboret e veta apo agroturizmet që duan të kultivojnë varietetet autoktone, nga janari e tutje mund të gjejnë këto lloj paketash në dyqanet specifike. Ne do të ndërmarrim një fushat marketingu edhe për promovimin e agroturizmeve që do i kenë këto paketa. Përmes Albani do i marrin tani, sepse ta fillojmë pak nga Albani, se pa patur dhe Albanin dhe ne ndoshta nuk do kishim arritur, sepse, siç thash, është shumë dhe pasioni i njerëzve dhe ajo që ata japin në zhvillimin e një projekti. Dhe unë jam thellësisht mirënjohëse që në fakt Altin Prenga ka qenë ai që na ka bërë prezantimin me Albanin, sepse siç e thash në fillim, dëshira agroturizmeve ishte, vullneti i bankës gjenetike për të bashkëpunuar ishte atje, por ne na duheshin ata të cilët do sakrifikonin dhe do ishin ata të cilët do të testonin dhe janë fermerët ata të cilët mund të testojnë farat gjenetike. Pasi për ta shpjeguar gjithë ciklin e projektit, banka gjenetike bën një marrëveshje me fermerët përkatës, në këtë rast me Albanin, i cili kultivon farat dhe për të qenë korrekt dhe për të përmbushur të gjitha ato kriteret që përmendi këtu edhe drejtoresha nga Ministria, ka ndenjur nën vëzhgimin e ekspertëve më të mirë agronom, të cilët jemi me fat që i kemi, dhe unë dua t'i përmend profesor Sokratiani, Hajdari, profesor Enver Tome, dhe më falni nëse ka marruar ndonjë tjetër, por ata kanë qenë një vlerë e shtuar e projektit, sepse dhe fal një oris të tyre ka arritur që Albani të mund t'i kultivoj këto fara sipas standardeve të përcaktuara, në mënyrë që enti farave dhe fidanve të mund t'i certifikoj dhe sot ato të komercializohen. Por nuk do qëndrojmë vetëm këtu, sepse ne mund të kishim certifikuar dhe më tepër, por aq janë sot të listuara në katalogun e kombëtar të farave, të entit shtetror. Ndaj dhe është shumë tashmë e domosdoshme bashkëpunimi fort me Ministrinë dhe plotësimi i legjislacionit nëse do duhet, që ne ta shtojmë atë listën, sepse Bona përmendi janë mira të cilat presin, mbase jo të gjitha janë të nevojshme nga agroturizmet, sepse ne kemi bërë dhe një selektim për ato të cilat mund të përdoren më tepër dhe nga zonat pa diskutim, që ne të shtojmë numrin jo vetëm të farave që do të certifikohen dhe mund të gjenden kudo, por dhe numrin e fermerëve, të cilët Albani është i pari, por mund të jenë dhe fermerë të tjerë në zonat të ndryshme të Shqipërisë, të cilët nëse kanë përveç pasionit dhe interesin ekonomik, do të futen patjetër në zinxhir. Dhe kjo do jetë faza në vijim. Por edhe qendrat e transferimit teknologjive nga Ministria duhet të bëjnë dhe ajo ideja edhe zonave të... Dhe vazhdojmë pas reklamave, por përmendet Altin Prengën, dhe në fakt ai njeri është specie në zhduke, sepse ka rekomanduar Albani, nuk thot po e mbaj unë, po e bëj unë, ndihmon njerëz
edhe kur ka nevojë për ide, për bujtina, për agroturizme, nuk ka kur farë xhelozie. Liderat e vërtet, madamundja, këtë duhet bëjnë, dhe modelet e nuk është specie në shtukje se janë rreth 200 agroturizme të tjera anë mban Shqipërisë që sot po sjellin në jetë atë çka Altini ka në personalitetin dhe në vlerën. Se mund kishte thonë po e bëj unë, pse t'ja jap dikujt, ndihmon dikën, i jep ide për të ngritur dikujt një bujtinë në Puk, nuk ka këtë xhelozinë të shkojnë njerëzit në Puk, zvinë të unë. Prandaj për këtë, jo për të agroturizme. Por para reklamave, do t'ju flas shkurtimisht për Sedaton Plus, që është një suplement bimor, i krijuar për ndihmuar në qetësimin e sistemit nervor, reduktimin e stresit dhe përmirësimin e cilësisë së gjumit. Ai përmban ekstrakte natyrale si valeriana, melisa, kamomili dhe posiflora, të njohura për efektin e tyre relaksues. Sedaton Plus ndihmon në uljen e ankthit, nervozizmit dhe tensionit mendor, duke kontribuar në ndjesitë qetësie dhe ekuilibri emocional. Përdoret shpesh në periudha lodhje, stresit të lartë ose pagjumësie pa shkaktuar varësi. Shkojmë në një hapësirë shkurtër publicitare e kthehemi pas pak për pjesën e dytë të Alert. Jemi kthyer në program në këtë pjesë të dytë dhe për ata ndoshta që nuk e kanë nisur që në fillim rrugtimin me ne në këtë program të sotëm, po flasim për farat autoktone, për ringjalljen e tyre, për varietetet dhe kthimin e tyre në një traditë, rikthim në traditë ndoshta të shqiptarëve. Johana, e ndërprem bashkë bisedën për shkak të publicitetit. Kur ishim duke folur për komplet zhvillimin dhe vitalizimin e këtyre farave, unë desha të shtoja që është një vlerë e shtuar dhe nga ana didaktike, dhe nga ana edukative, që çdo fëmijë, çdo familje që dihet që agroturizmet janë tipike biznese që vizitohen nga familjar, marrin një informacion tashmë me këto fara që ne do t'i kemi të pranishme dhe do jenë në shitje, pasi shpeshherë vinë familjar që janë të apasionuar ose duan ato shijet e vjetra, siç tham, që kërkojnë një rënjë, një fara të ndryshme. Tashmë është një produkt i gatshëm, i certifikuar, që çdo familje apo çdo dashamirës mund t'i blej. Por dhe për turistët e huaj, madamendja, është një fabull shumë e bukur, një storytelling kur i tregon që në këto agroturizme është ruajtur kaq mirë historia, biodiversiteti. Një vlerë tjetër e shtuar dhe do thosha shumë e rëndësishme është se një agroturizëm sigurisht që prodhon vetë prodhimet e veta, po përveç prodhimeve të veta ka dhe një bashkëpunim me zonën ku punon dhe funksionon, dhe mesatarisht një agroturizëm bashkëpunon me nga 21 deri në 23 familje ose mikrofermer. Dhe duke pasur kërkesë për këto prodhime, tashmë me këtë gjithë këtë zinxhir që është krijuar, Albani më mund të shpërndaj fara ose dhe fidan dhe në fermerë që janë të interesuar, dhe sigurisht që do jenë agroturizmet ato që do krijojnë këtë lidhje me fermerët e zonës për nevojat që ata kanë, për kërkesat që ata kanë sipas nevojave të kuzhinës. Pra, do me thënë, nuk është vetëm agroturizmi i mirëfillt dhe marrëdhënia e drejtë për drejtë agroturizëm me Albanin, po tashmë mund të jetë një zinxhir shumë i gjatë që janë agroturizmet, që u japin kërkesat dhe nevojat, sepse siç tham është një biznes, ka dhe interes biznesi, dhe këto familje, sidomos kilometri zero gjithmonë në çdo fshat ku funksionojnë agroturizmet, mund të jetë një rivitalizim edhe i bujësisë familjare, që sigurisht ne e dim që ka ferma të vogla, që shumë mirë mund të kenë një ekonomi shumë të mirë dhe të sigurt, prodhim të sigurt për agroturizmet që operojnë në zonë. Sa agroturizme punojnë sot në këtë mënyrë dhe që kanë përqafuar këtë iniciativë? Faktikisht, ferma që unë dhe bashkëpunëtori im, partneri im në biznes, kemi qenë ferma e parë pilote, dhe prandaj kur thash në fillim e kemi përqafuar me shumë dëshirë kur na u ofrua ky projekt. Por në vijim pa diskutim që u shtuan shumë fermat, në këtë momente janë 13 agroturizme
të shoqatës, që tashmë nuk është vetëm një sezon, ose nuk janë disa bim, tashmë në mos gabojmë jemi në sezonin e 3 të mbjelljeve, që mbjellin këto bimë, që janë farat autoktone, apo dhe fidanët, që në sezonin e 2 filluan të shpërndaheshin dhe të vinin të gatshëm, që dhe kjo është një ndimes shumë e madhe, sepse një fermer është shumë i sigurt kur merr një fidan të formuar, se sa të bëja të provën dhe përqindja e skepticizmit është më e madhe. Janë 13 dhe unë jam e sigurt që pas këtij momenti, që do jetë shumë më e lehtë për secilin që të zgjedhë varietetin që do, momentin, të përshtatet zonës që thamë ku ndodhet, jam e sigurt që do shtohen shumë. Më falni, dhe shumë restorante në Tiranë, është shumë interesante kjo që kanë filluar të kërkojnë këto fara, shumë bare që krijojnë koktejle të ndryshme dhe pse mos dhe ata kanë një veçanti duke përdorur këto fara dhe këto produkte. Pra ata që na ndjekin për ta thonë më thjesht, nëse unë vi në agroturizmin tuaj apo 12 të tjerët, duke ne marr fidanët ose farat tek Albani, dhe i kultivoni vetë, pra. Billni fidanet dhe bëhen bim. Të cilat i vilni domate, çfarë mund të jenë tjera. Dhe në menun ton, ju do gjeni një shenjë që kjo sallat ka produktet me fara autoktone. Nëse ju nuk, pra sipërfaqja juaj e tokës, ose agroturizmeve tjera, nuk ju mjafton, atëherë këto ju jepni fermerëve të zonës, rreth jush, të cilët kanë interes të kultivojnë, sepse kanë produktin shitur tek ju. Barë dhe restorante, ku i kultivojnë pastaj? Ma japin mua një fermeri... Marrin produktet të ndryshme. Se restorantet sigurisht në Tiranë nuk është se merren me bujësi, por janë të interesuar që këto produkte të jenë prezent. Unë mendoj se është dhe një revolucion në shoqërinë tonë në lidhje me cilësinë e ushqimin, me rikthimin në ushqimet organike, që besoj dhe restorantet, biznesi duke parë këtë kërkesë të klientëve e kanë përqafuar. Ashtu dhe baret, për qenë, domethënë tashmë të jesh fermer është trendi, them, apo të jesh organik. Është luks me thonë drejtë, për ata që i kanë mundësi të, se unë them nga herë me qeshur, shkon në Valbon e konsuma sallat me domate lushnje, me gjithë respektin për ato domate, por është bujësi intensive dhe mund të kishte 2 serat vogla diku në Tropoj për t'i bërë, ose në... Po, absolutisht varietete që nëse plotësoj këtë linjën që foli Joana, sepse kërkesa ka shumë rëndësi. Nëse rritet kërkesa nga agroturizmet, restorante të tjera, detyrimisht që do të ketë dhe personat interesuar që Albani të mos betet i vetëm, por të mundet të jenë fermerë të tjerë që futen në zinxhirin e kultivimit të varieteteve autoktone. Por ajo që ka qenë shumë interesante, ka qenë sidomos interesit të rinjve. Përveç se me Albanin, ne kemi bashkëpunuar edhe me një qendër rinore, qendër kulturore në fakt dhe jo më kot, është një qendër që qendra Tulla, edhe Xhema, janë qendra të cilat të dyja kanë një interes nga të rinj për shkak të aktivitetit që ato kryen, dhe jo më kot kemi bashkëpunuar me ta, sepse ne donim që të rinjt ishin atje, dhe kemi prezantuar dhe të rinjt përmes kurseve të ndryshme, çdo të enjte zhvillohen, ku agronomët japin mësime mbi kultivimin e varieteteve autoktone. Dhe kanë qenë, ne nuk e besonim që do kishte kaq shumë interes dhe kaq shumë sukses, dhe jemi surprizuar që të rinjt sidomos të rinjt, janë ata që kanë dhe interesin më të madh për përdorimin e varieteteve autoktone. Dhe pikërisht për shkak të interesit të këtyre të rinjve, janë futur në lojë edhe shoqata e bareve dhe restoranteve, edhe disa restorante të reja që janë napur me një filozofi të re për ushqimin, për rikthimin dhe risjelljen bukur të traditave shqiptare dhe të produkteve shqiptare, të cilat janë bashkuar kësaj iniciative, dhe ashtu siç tha Joana, përveç 13 agroturizmeve, janë dhe 6 restorante në Tiranë që sot marrin produktet nga agroturizmet apo nga fermerët dhe i kanë futur në menun e tyre pikërisht menu me varietete autoktone. Për të gjithë ata që duan të njohin se kush janë agroturizmet, edhe tek aplikacioni i agroturizmit ne kemi vendosur një shenjë ku ka një shenjë të caktuar për të gjithë agroturizmet të cilat kultivojnë sot varietete autoktone
të certifikuara, të kontrolluara, se dhe kjo fjala varietete autoktone, bio, është bërë tani e modës dhe përdoret kudo, por ne po flasim për linjën e të gjitha atyre që janë futur brenda këtij zinxhiri. Dhe zinxhiri është shumë interesant. Fillon me bankën gjenetike, e cila i ka dhënë farat fermerëve, fermerët japin fidanët tek agroturizmet, të cilët produktin më pas e futin në menun e tyre. Dhe Albani, farën e rigjeneruar, ja rikthen bankës gjenetike. Një win-win, pra një fitueshmëri për të gjithë aktorët, edhe për fermerët, dhe për agroturizmet, dhe për bankën gjenetike. Tani kemi ministrin për rolin e rëndësishëm që ka për ta futur në proces. Po vetëm shkurtimisht dua, unë pash diku në fakt bashkëpunimin që ke nisur me shkollën bujqësore, shkolla profesionale e Cerriku. Në gjykimin tim në mos gaboj 6 shkolla tilla ka Shqipëria. 6 shkolla profesionale bujqësore. Unë atë du më shumë se gjitha. Është një nga shkollat më të mira. Po di që ka i staf shumë të mirë, infrastrukturë, kanë fermë, kanë toka dhe i shoh që janë të përkushtuar gjithë stafi. Gjithë stafi dhe në krye të shkollës, meqense Muda Rasti është një person realisht fantastik dhe pasionante, e cila ka gjetur rrugën dhe mënyrën se si idetë e reja, ka gjetur dhe financimet, Rina, dhe dua ta përshëndes sepse realisht është një nga personat më pasionant që unë kam njohur, dhe është ajo që themi vazhdimisht që nuk do të thot vetëm financimet, Cerriku është një shkollë e vogël, por ajo realisht ka ditur të përthith, të krijojë bashkëpunime me donatorët e ndryshëm dhe gjithë stafi akademik atje, dhe kanë sjell shumë bukur shumë projekte pilote ndër të tjera dhe varietetet autoktone. Ajo pa qëllim se madje kam qenë, është e vetmja ku kam qenë paktën 3 herë. Po, me ata kemi bashkëpunuar. Tani së fundmi ne ishim në një promovim të finalizimit projektit që ata kishin me Gizin, dhe kishin arritur deri në hapjen e një faqe web në digitalizimin e asaj, për farat të cilat ato i mbillnin në ambientet e tyre. Dhe kjo shkollë, projektin e dytë të radhës që na i ka prezantuar, do që ashtu si Albani, apo ashtu si Tulla, të krijojë atje një nukël të kultivimit të farave dhe fidanëve, të cilat ju shpërndajnë më pas edhe agroturizmeve të zonës. Pra kanë bërë një lidhje me agroturizmet të zonës, në zonën e Cerrikut, që ka goxha, po. Kanë edhe Belshin afër. Kanë dhe Belshin afër, të cilët sigurisht që kanë interes dhe duan të vendosen të marrin një rol të rëndësishëm në shpërndarjen e tyre. Ata e kanë gjitë një mënyrë, shesin produkte, edhe qumshti, edhe të arave tyre, të serave eksperimentale që kanë po arave, dhe i kthejnë të ardhura për shkollën. Nja vlen realisht të bësh një emision vetëm projektet që kanë bërë ata. Biles, neve kemi shkuar dhe ne 2-3 herë, dhe neve në fund të maj qershorit, neve më shpesh, sidomos pedagogët e fakulteteve tona, për arsye se bëjmë promovimi që ata student i thisim në universitetin tonë bujqësor. Valdite, të gjithi kanë sytë nga ty, nga Ministria e Bujqësisë në kuptimin e futjes së farave të tjera në katalog, pra rritjen e gamës, po ashtu edhe Albani, fermerë tjera, agroturizmi, cila është qasja e Ministrisë, e politika e Ministrisë Bujqësisë? Në fakt, edhe Sofiola e përmendi bankën gjenetike, fermerët, por një proces shumë të rëndësishëm ose një rol të rëndësishëm në gjithë certifikimin e materialit mbjellës ose të varieteteve autoktone e luan dhe enti shtetëror i farave fidanëve nëpërmjet skemës së certifikimit. Nga momenti që merret materiali nga banka gjenetike, varieteti i nënshtrohet vlerësim morfologjik dhe agronomik. I nënshtrohet një vlerësimi për dallueshmëri, uniformitet dhe qëndrueshmëri e stabilitet, ose që ne quajmë testi DOS-it, gjithashtu dhe testi VCU-s. Testimet bëhen, pra certifikimet zyrtare bëhen në parcela të autorizuara në qendrën e transformimit të teknologjive bujqësore në Lushnjë, dhe mbas kryerjes varet në periudha vegetacioni që shkon nga 1 deri në 2, varet nga lloji varietetit, atëherë enti shtetëror i farave përgatit të gjithë dosjen. Dosja përfshin edhe historinë e varietetit, përfshin të gjithë të dhënat e bankës gjenetike.
ta bëjmë si në bashkëpunim, të gjitha këto farat autoktone që ruajnë bankën gjenetike ka një pasaport saktuar, e cila ka emrin e kultivarit, gjinin, specien, llojin, datën e koleksionimit, burimin, tipare fenologjike, dhe të gjitha këto autoktone që ne po flasin, që të jenë në vazhdim të futen në katalogun zyrtar, që të vazhdojnë certifikohen si këto 7 speciet e tjera, është shumë e rëndësishme që këto të hynë në këtë zinxhir dhe të vazhdojnë. Dhe enti mbasi e përgatit dosjen, ja paraqet Komisioni të vlerësimit të varieteteve, i cili funksionon dhe është ngritur pranë Ministrisë së Bujqësisë, dhe më pas, mbasi miratohen këto varietete, futen zyrtarisht në katalogun kombëtar. Dhe janë me statusin varietet tradicional ose varietet në ruajtje. Po kush është autoriteti që i fryn pak zjarrit derisa të vite ky komision? Pra që ti thotë enti të farave, du të shtojnë te, du të nëzishin. Ja, si që roli i Albanit, roli që i ka identifikuar. Potencial dhe për iniciativa mbështetëse. Të marrim rastin e Italisë, që është janë master në marketimin, promovimin e ushqimit, kemi shumë çfarë të mësojmë. Në rastin e Italisë, për shembull, varietetet autoktone marrin të gjithë fermerët apo fermat agroturistike që kultivojnë varietete autoktone, marrin statusin e atyre gardianëve apo ruajtësve, të cilët kanë edhe incentiva specifike financiare dhe nga qeveria, në mënyrë që kjo të nxitet në shkallë të gjerë. Por siç edhe e përmendi dhe Vali, ne jemi në fazën akoma të testimit. Pra kemi arritur që kemi certifikuar 7, bona, mos bëjmë gabim, 7 specie me disa lloj varietetesh, ndërkohë tani përmes qendrave të teknologjive, të transmerimit të teknologjive bujqësore, do bëjmë testim në shkallë më të gjerë. Pra do shohim cilat janë nga farat që sot ruan banka gjenetike, ato të cilat mund të futen më tepër në përdorim nga agroturizmet, që kanë kërkesën më të madhe. Do t'i ndajmë sipar zonave të caktuara, sepse ato jo të gjitha ato është të përshtatshme në Tiranë, dhe do të bëjmë testimin gati 1 vjeçar me cikël të plot tek qendrat e transferimit të teknologjive. Paralelisht do të punojmë për ato hapësirat ligjore që kanë nevojë të plotësojë legjislacioni, dhe më pas nëse dhe ato rezultojnë të suksesshme, ka shumë vend pastaj për një mbështetje, skema, incentiva, të cilat duhet të ndihmojnë këta lloj fermerësh që t'i futin në prodhim. Po një nxitje e do ama. Patjetër. Dhe gjitha këto vlerësime i bëjnë inspektorët e entit shtetëror të farave, deri në këtë finalizim që tha. Në mbikëqyrjen e entit shtetëror. Patjetër, po inspektori do një plan pune. Patjetër. Dhe du t'ja bëj dikush. Prandaj pyeta kush do t'i fryj pak zjarrit, sepse Drejtoria përkatëse dhe ne jemi mbledhur në dhjetor për këtë punë, që kjo nisë të vazhdojë dhe të... Dhe kemi bërë një planesh konkrete dhe apash konkret për këtë vit. Sepse duhet të them, Granit, banka gjenetike ka si vjet bën 28 vjet që është krijuar, që në vitin 1998. Dhe për këtë gamë të gjërë që ajo ka aty, është një pasuri kombëtare, e cila tani ajo duhet të dali nga një depo ruajtjesh farash, duhet dali një institucion të hapur duke i hedhur në përdorim këto fara. Por kjo bëhet vetëm me partneritet dhe me bashkëpunim me gjithë aktorët që unë thash, dhe ne si Bankë Gjenetike, si njësi kryesore e Universitetit Bujqësor, jemi një partner i gatshëm dhe i besuar për të punuar krah për krah me Ministrinë e Bujqësisë, me gjithë aktorët që punojnë, me fermerët, me agroturizmit, me programe të tilla si Gizi që na mbështesin. Kështu që Alban, e kam Albanin besoj. A kanë të ardhmet të sigurt këto fara, fidan, kaq sa janë, por me shpresën që do të rritet numri i tyre? Besoj që po, se dhe kjo është arsyeja që sa do të kesh pasionin në qoftë se nuk ka të ardhura, është shumë vështirë që t'i mbash. Realisht është një punë. Jo, më falë, thash, a kanë të ardhme, jo të ardhura, se çështja e të ardhura është shumë personale pastaj. Po, unë besoj që kanë shumë të ardhme. Ne kemi qenë vjet në mos gaboj, kemi qenë në Zvicër, dhe kemi parë disa modele shumë të mira që atje funksionojnë, do me thënë janë modele të arrira dhe ata kanë vite që i kanë implementuar këto modele, por duke parë dhe zhvillimin e agroturizmit që ka qenë këtu në Shqipëri, besoj se kanë shumë të ardhme në vendin tonë. Po ta krahasosh me gjithë sektorët e tjerë, agroturizmi ka marrë një hog shumë të madh, krahasuar edhe në vendet e rajonit, kjo nuk është një kompliment, por është një realitet në fakt që ka ndodhur në Shqipëri.
dhe kanë filluar të thoj në mënyrën më të duhur të filluar të shtija të kultivaret autokton dhe pastaj më ta zgjerojnë të dalë edhe Alban, më falë, të lutem, keni problem me audion, e shkusim, ndalojmë, ndërpresim bisedën bashkë, ndërkohë e rregullon me regjin për një moment, sepse nuk kuptohet. Po, Sofila. Për të plotësuar atë që tha Albani, a kanë të ardhme. Më lejo të jap vetëm dy faktor. Së pari, kush janë trendet kryesore të turizmit sot në botë? Njerëzit po shkojnë pikërisht drejt ushqimit, vendas drejt abandonimit të këtyre produkteve të procesuara, sepse kanë kuptuar që ajo çfarë është origjinale, çfarë është e vendit ku ato për një cilësore, drejt atyre do shkojnë. Dhe së dyti, ne po i shohim se si po ndryshojnë kushtet klimaterike. Po jemi dëshmimtar në Shqipëri, por dhe në vende, po. Dhe për këtë ditë që e kanë pyetje? Po, patjetër. Që do ta bëja për përshtatjen e tyre me ndryshime klimatike. Sepse ne nuk tham një gjë shumë të rëndësishme, që përpos që këto varitete autoktone i shërbejnë turizmit, këto së pari njëherë ju shërbejnë fermerëve, sepse këto lloj varitetesh autoktone kanë treguar që ato kanë një përshtatshmëri ndaj ndryshimit të kushteve klimaterike. Dhe duam apo s'duam sot, të gjitha vendet drejt këtyre do të orientohen. Albani e tha, Zvicra është një nga modelet më të mira në Europë, nuk është e vetme. Të gjitha vendet që kanë një bujqësi të zhvilluar, kanë patjetër të zhvilluar edhe kultivimin e varieteteve autoktone, sepse është një zgjidhje dhe është një domosdoshmëri. Dhe prandaj them unë që pas testimit dhe fazës që ne do të bëjmë këtë vit, është pastaj super e domosdoshme orientimi. Dhe orientimet bëhen përmes politikave, bëhen përmes orientimeve me skema të ndryshme, që jo vetëm subvencioneve, le ta themi, jo vetëm, ka shumë forma, se ne na ka mbetur vetëm subvencioni. Ka forma pafund të cilat mund të eksplorohen, mjafton të eksplorosh dhe gjen forma të ndryshme, s'kemi nevojë të shpikim rrotën, siç i kanë mbështetur në Itali, në Francë, në Spanjë, në të gjithë vendet ku këto lloj produktesh kanë fjalën e parë, sepse jo të gjithë janë pasionantë si Albani dhe jo të gjithë e kuptojnë si Albani, por duhet të fillojnë ta kuptojnë që kjo është e ardhmja dhe duhet të kthehemi pikërisht rreth këtyre. Se unë do të thosha edhe prapë në vazhdim të kësaj teme, për arsye se këta fermerë duhen mbështetur për të shtuar dhe përdorur këto varietete autoktone dhe mbi të gjitha duhen trajnuar, sepse jo të gjithë fermerët e dinë rëndësinë e këtyre farave autoktone, sepse ato turen drejt hibrideve për të marrë prodhim më të shpejt, dhe ndërkohë që këto fara nuk duhet t'i trajnojnë për të ditur vlerat që ato kanë. Dhe këtu, për shembull, janë këto institucionet këshillimore, për shembull të Ministrisë së Bujqësisë, se sot e paguajmë ne agronomin për të dhënë konsulencën dhe për të qëndruar pranë Albanit, nesër duhet të jenë institucionet ato që cilat e sigurojnë këshillimin përkatës në këtë drejtim. Dhe është në vëmendje të Ministrisë së Bujqësisë. Me Albanin është rregulluar çështja e audios. E kam besoj, po Alban, aty ku e lam. Doja të shtoja se më ka diçka që mund të krenohemi në Shqipëri në lidhje me agroturizmin, është realisht një nivel shumë të mirë krahasuar me vendet e tjera që na rrethojnë, domethënë me fqinjet tanë. Ka arritur një zhvillim shumë të mirë dhe besoj thelbi i kësaj është se kanë filluar shumë mirë në lidhje me kultivaret autokton, por jo vetëm me kultivaret, por ne kemi edhe shumë raca të ndryshme të kafshëve. Ndoshta jemi të fundit në Europë që i kemi mbajt akoma këtë lloj racash të kafshëve, siç janë po them bakitën e imta, siç janë racat e dhiveve, të derrave të tjerë, që dhe këto duhet të kenë një suport të madh me pikat e ndryshme të agroturizmit që të promovojnë produktet e tyre, siç është djathi, qumshti apo mishi, dhe të kemi një qasje më të mirë ndaj këtyre ushqimeve. Flas dhe nga ana e konsumatorëve që të jenë më të prirur të blenë drejt këtyre produkteve. Në rregull. Do të shkojmë në një hapësirë tjetër publicitare e kthehemi pas pak për pjesën e fundit. Jemi sërish në alert në këtë pjesë të tretë dhe të fundit dhe po flasim për farat autoktone shqiptare. Në fakt, Albani lam shkurtimisht, do t'ja jap edhe një herë fjalën në lidhje me, duke qenë se është një fermer që e njeh mirë prodhimin bujqësor, në fakt, do doja ta pyesja nëse këto fara mund të shërbejnë, çdo kush mund të jetë duke na ndjekur dhe pyet,
për bujqësi intensive, nëse dikush ka sipërfaqe të mëdha, pra përveç pjesës së agroturizmit apo fermave të vogla ose bashkëpunëtorëve, kontratave që lidhin agroturizmin me fermerë të ndryshëm. Unë dua të mbjell 1 hektar për shembull. Japin prodhim si është rendimenti tyre, interesi për to. Ja, po t'jap disa, jo të gjitha e mund t'jetë për bujqësi intensive, të jem realisht në atë që mund të konstatoj dhe kam konstatuar, por pjesa më madhe për tyre janë që mund të japin rendimentet e larta dhe ndoshta disa për tyre më të larta se sa hibridet. Për shembull, po t'jap disa fakte, shalqiri i Verdhi Kosovës jep aq rendiment sa është e paimagjinueshme krahasuar me kultivarët e tjerë që ne kemi hibrid. Është dhe pjepri i qarrës i Tiranës që është jashtëzakonisht me rendimente të mëdha dhe me shije, por krahasuar me hibridet ta kanë diçka të veçantë që nuk rezistojnë shumë në trejtë. Domethënë nuk janë për ato siç janë këto farat hibride që domatja reziston deri në muaj, por këto duhet të vilen dhe të shiten brenda 2-3 ditëve. Në qoftë se arrin 4-5 ditë, atëherë është shumë vështirë që të ruhen, sepse këto janë fara të papërmirësuara, domethënë nuk kanë atë fibrën e lartë, atë forcinë, atë trashësinë, janë shumë gjëra që hibridizuesit dhe përmirësuesit i kanë rritur me farat hibride. Por gjithmonë kanë qenë përmirësimet të dëm të shijes. Dhe sa këto, thjesht ai fshatari, po them atë pjeprin qartësin e Tiranës, është munduar ta përzgjedh krahasuar me rezistencën që ka pasur ai kultivar, me shijen dhe ndoshta edhe për ta ruajtur për një kohë të shkurtër për konsum vetjak. Dhe shija, a është realisht e këtyre prodhimeve, pra fara autoktone, aq e mirë sa ç'mendojmë krahasuar me ushqimin e përditshëm? Sa të shkoj këtë fundjavë ose tjetrën ta degustoj sigurisht, se me qenë se mësova vende. Unë gjatë berës kam pasur dhe disa vizita të turistëve, normalisht kam bërë një promovim të vogël man të rrjeteve sociale, dhe unë përveç të farave autoktone kam pasur dhe fara të mbjella nga kultivarë të huaj të jashtëm. Dhe ta them me pasërtin më të madhe që kultivarët tonë janë pëlqyer shumë herë më mirë se sa kultivarët e tjerë. Dhe realisht unë nuk e kam treguar se ky është kultivari huaj apo ky është venda. Pasi e kanë konsumuar, kemi konstatuar që kultivarët tanë të vendit kanë shije dhe aromë që janë shumë lartë krahasuar me kultivarët e tjerë që ne mund të importojmë. E lejojnë përdorimin masiv të pesticideve ose plerave kimike? E pranojnë? E mira e këtyre është që ka një rezistencë të lartë nga sëmundjet. Po t'jap një fakt, para këtyre vitësh ne nuk është i kemi mbajtur domatet me spërkatje, shalqirin me spërkatje dhe kjo përzgjedhje ka ardhur gjithmonë, domethënë janë kultivarë që nuk kanë pas përdorur pesticide para 200 vitesh, ku kishte për ta marrë, po marr një shembull, një fermer në zonën e Matit pesticide, sepse nuk ishin futur akoma në Shqipëri. Dhe Bashkimi Evropian po promovon disa nga kultivarët autokton që ka Bashkimi Evropian, që normalisht strategjia e Bashkimit Evropian është që deri në vitin 2035 të jetë 50% e produkteve që bujqësore të jenë organike. Dhe normalisht besoj që jemi në rrugën e duhur drejt këtyre politikave të BE-s dhe ne kemi fiks kultivarët e duhur që kanë rezistencë të lartë ndaj sëmundjeve të ndryshme, por dhe faktorëve të ndryshme atmosferik. Se siç kemi parë, ngricat e shpeshta ose i ftohtit të tjera, këto janë shumë herë më elastik se sa janë llojet e tjera që na vijnë nga vendet e tjera. Jo pa qëllim pyes, sepse pastaj, pavarësisht farës autoktone, njerëzit duan në një produkt që kam sa më pak PMB, produkte mbrojtje shbina apo pesticide. Por edhe diçka dua të shtoj. Gjithmonë këto produkte që janë më të mirë në tyre japin në vendin origjinës. Po të marr një shembull, domatja Korçës, në qoftë se ne do e mbjellim në Divjak, nuk besoj që do japit një të shije siç e jep në Korçë. Domethënë të gjitha këto mirë është të mbillen në zonat e tyre të origjinës. Kjo është çelësi i suksesit për të fara autoktone. Po, është detyra agroturizmit kjo, por mbi gjitha pra shoqatës për të orientuar fermerët, por mbi gjitha e Ministrisë Bujqësisë në lidhje me shërbimet e ekstensionit në fakt.
Absolutisht, është gjithmonë ka qenë në qendër të vëmendjes dhe tashmë është e shtuar ekstensioni bujqësor në të gjithë fermat, edhe për varietetet autoktone. Pikërisht gjatë vitit 2025 neve kemi amenduar dhe ligjin e materialit mbjellës dhe shumëzues bimor, një amendim shumë i rëndësishëm që dhe ekstensioni ka bërë punën e vet për ta sjellë tek fermerët këtë amendim. Kemi rregulluar autoritetet kontrolluese me amendimin e këtij ligjit në të gjithë procesin, qoftë në importim, qoftë në vendosje në treg. Gjithashtu për të rritur cilësinë e farafidanëve kemi shtuar dhe kriterin për të pasur në aktivitetin e tyre një drejtues teknik me kohë të plot, agronom ose një inxhinier pyjor në rastin e materialit pyjor. Gjithashtu kemi rregulluar dhe termin operator profesionist, por është komplet qasje e Bashkimit Evropian termit për shëndetin e bimëve. Për të pasur varietete sa më të pastra. Gjithashtu në nëntor të këtij vitit që lan pas, Ministri i Bujqësisë ka nxjerrë një urdhër për formën dhe elementet e katalogut kombëtar, ku pikërisht kemi shtuar një element komplet me qasjen e Bashkimit Evropian, që është origjina pikërisht është për varietetet autoktone, pra sipas rastit. Gjithashtu dhe në 2026 kemi bërë një planifikim të detajuar pikërisht për materialin mbjellës dhe shumëzues bimor, ku kemi vendosur për afrimin, sepse deri tani kemi për afrim të pjesshëm të direktivave të Bashkimit Evropian. Në 2026 kemi bërë parashikim që do bëjmë për afrim të plot të 11 direktivave që kanë të bëjë pikërisht me farafidanët. Absolutisht neve tashmë jemi dhe duke punuar edhe për urdhrin e agronomit, po shohim mundësinë, kështu që kjo do jetë një vlerë e shtuar që nesër çdo fermer të ketë agronom të certifikuar për gjitha këto që sa folën. Për ta pasur njerëz si drejtues teknik, se kjo është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme. Granit, doja të shtoja diçka. Po, Alban, me kënaqësi. Në lidhje me produktet e origjinës, domethënë në qoftë se ne do punojmë në lidhje me patatën e Kukësit, që patatja e Kukësit të jetë kultivari i Kukësit dhe të jetë i prodhuar në Kukës, por ky produkt të jetë i certifikuar, ju garantoj që qytetari shqiptar do drejtohet drejt atij produkti dhe nuk do të ketë mashtrime të ndryshme që ndoshta ne në tregjet tona konsumojmë patatën e Egjiptit duke thënë që është i kultivuar në Kukës. Dhe emërtimi i këtyre produkteve është jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm që këto hallka të funksionojnë dhe ato para të shkojnë në Kukës dhe jo në drejtime të tjera. Po vetëm se është detyrë pastaj edhe e institucioneve tjera, siç është varësisë ministrisë, po themi të bujqësisë, që të ndjeki gjurmëshmërinë dhe dalin patjetër me një etiketë, me një logo identifikuese. Se pastaj çdo kush do thotë kam Kukësi, por se ka, siç e thatë ju që mund të jetë Egjipti. Absolutisht. Ata me thes shiten edhe sot thotë kam Kukësi, ai mund ta ketë vërtet Kukësi, po hajde si ta njohun. Edhe vetë fermerët duhet të bashkohen në grup dhe të ta bëjnë ndoshta edhe me bashkëpunim me ministrinë një përqindje të shumës ose do të subvencionohen më shumë diçka tillë që të konsumatorit të orientohet drejt produkteve vendore. Qartë, vetëm se besoj që kjo bashkimi i fermerëve është në sfidë akoma, edhe mas 35 vjetësh vazhdojnë ta kenë problem këtë termin kooperativ. Shiko, është sfidë, por ajo është edhe zgjidhja. Patjetër. Pra ajo është zgjidhja, sepse ne na duket sikur inspektori do të gjejë dhe do të jetë zgjidhja, po mundet një inspektor, sado numri inspektorëve të jetë në institucionet përkatëse, në varësi të Ministrisë së Bujqësisë, çfarë mund të inspektojnë? Në botë funksionojnë grupimet, funksionojnë shoqatat dhe janë vetë përgjegjës grupimet dhe shoqatat ata që monitorojnë që produkti tyre apo aktiviteti bujqësor që ata kryen të jetë brenda normave dhe brenda standardeve, në mënyrë që të mos zhgënjejnë konsumatorin, sepse zhgënjimi i konsumatorit do të thotë falimentim për këta. Kështu që vërtet është sfidë, por realisht unë besoj që kjo është zgjidhja. Duhet të fillojmë të bashkohen, është një lajm shumë i mirë, për shembull grupimi i urdhrit agronomit, është një lajm shumë i mirë që ka mbi 3 vjet shoqata që tashmë zhvillon aktivitetin, por duhet të fillojnë që të gjithë edhe fermerët të bashkohen në grupime të tilla, sepse ajo do të jetë zgjidhja edhe për të lobuar dhe për të zgjidhur të gjitha problematikat e tyre në vim.
Për më tepër që tipologjia e fermerit në Shqipëri janë ferma shumë të vogla, të fragmentizuara dhe vetëm bashkimi do mund, sidomos në zona të caktuara që pothuajse mbjellin një varietet ose një prodhim, një kulturë, do ishte shpëtim biles, do ishte bashkimi që do shta tashme nuk quhet kooperativ për hir të asaj tabuje, po që e rëndësishme është të jenë të bashkuar. Ja imagjinoj për shembull ata. Bashkëpunim është asgjë tjetër për vetë. Bashkëpunim, po për shkak të konotacionit i është ndryshuar emri. Po imagjinoj për shembull që fermerët e prodhimit të patates të Kuksit të ishin ata përgjegjësit që të postejonin askënd tjetër që t'i vinte emrin patate Kuksit. Do ishte shumë më efektive dhe realisht do t'i rritej vlera patates së Kuksit. Kështu që edhe në këtë drejtim ka shumë për të bërë incentiva politika që mund të zhvillohen në këtë drejtim. Është për të ardhur keq edhe emigrimi, ose për shembull kemi fasulën e lurës që tashme për shkak të emigrimit nuk është dhe këto janë skultivohet, pra ka shumë varietete që siç e tha edhe Albani që duhet në zonën për të cilën e kanë marrë këtë emër për të kultivuar. Është shumë e rëndësishme. Të mbillet në zonën të cilët është, dhe ne i kemi këto origjinat e këto ku janë, kështu që dhe si vjet, përveç tyre që ka prodhuar Albani, Albani i testoi dhe ca që prodhohen në zonën e Dibrës e këto, se ne furnizuam dhe ato. Edhe paka shumë, jo dështoi, por nuk mori atë efikasitet si mori me të tjera që u përshtatën. Kështu që prandaj edhe kjo nismë duhet vazhdoj dhe ne edhe kemi menduar që t'i çojmë në zonat ku ato janë kanë origjinë. Dhe shembujt e para kanë filluar në këtë drejtim. Më ka fermerë që janë organizuar, për shembull të gjitha produktet që janë 14 sot, të cilat janë të regjistruara në skemat e cilësisë, si indikacione gjeografike apo si specialitete tradicionale të garantuara, kanë mbrapa jo një person të vetëm, por një grupim fermerësh, molla e Dvoranit, qepa e Drishtit, kërpudha e Pukës, gështenja e Reçit. Të gjitha këto kanë grupime fermerësh mbrapa, sepse nuk mund të certifikosh një njeri. Pronësi individuale. Unë shpresoj që njerëzit ta kuptojnë, pra, si përmarrësit, fermerët ta kuptojnë që kanë leverdi. Po nëse pyesin, a shet qepa e Drishtit, a shet mjalti Bedunica, a i është rritur çmimi, besoj që do ta kuptojnë. Më vjen mirë për këtë, më vjen mirë që funksionojnë bashkëpunimet e agroturizmeve, ose shoqatat e restoranteve dhe bujtinave turistike, në mos gaboj, kështu quhet një e tillë. Apo kanë bëjë modifikim. Unë mendoj se agroturizmi një detyrë tjetër, një detyrë morale, e çdo agroturizmi është të shesi produkte shqiptare, prodhime të ndryshme shqiptare, duke filluar që nga vera dhe duke vazhduar të gjithë këto produkte, siç janë kumblla e shumbatit që mund të krijojnë receta të mrekullueshme apo restorantet që janë bashkuar, duke vazhduar me mjaltin e Bedunicës, që është një model faktikisht dhe që pikërisht atë që preku Sofiola te rritja e vlerës, unë them shpeshherë jo rritja e çmimit, rritja e vlerës së vërtetë të produktit, që tashmë ai produkt nga momenti që ka qenë gjithmonë cilësor, ka qenë gjithmonë i mirë në ato vlera që ka, por pikërisht duke u futur në këto skema siç është STG-ja për shembull, mjalti Bedunicës ka pasur një rritje rreth 25 me 30% të vlerës vetë dhe tashmë është i shitur në advans gjithmonë nga porosit. Kështu që këto janë vlerat e të qenit të bashkuar dhe të kuptuarit që mund futen në këto skema. Më duk se, në fakt, lidhe me përmendet verat. Kjo del jashtë temës, në fakt. Nuk e përmenda padashim atë Jo, me shumë të drejtë se, po kjo do i nismë ligjore tjetër që më del jashtë temës, në fakt. Ka, faktikisht. Dhe për hotelet me pesyje ka, që ka një detyrim që në mos gabojmë rreth 25%. Çdo restorant i mundshëm, kush ka një net. Sidomos agroturizmet, prandaj tash është një detyrim moral në radhë të parë, një detyrë morale që gjithë ne duhet të promovojmë. Agroturizëm e mirëfill, pra që e meriton të quhet i tillë. Çdo iniciativë e vogël duhet të ketë një detyrim ligjor që të paktën 40% sasisë verës aty ta ketë shqiptarë. Pastaj unë dua zgjedh shqiptarës dua. Se kemi vera të mira, nuk turprohemi tek tashmë po kemi vera shumë të mira dhe dinjitoze, po. Dhe kjo do nisma ligjore detyruese, se ndryshe e kishin diku afër ndajt dhe nuk e kishin fare në mëny. Po pse s'ke verë shqiptare kam tha. Po pse s'është mëny, po s'ma kërkon kushta.
Po ky është turizmi që i shërben komunitetit, se ne flasim për zhvillimin e turizmit, po cili është benefiti direkt që shkon te komuniteti, dhe nëse nuk lidhet me zinxhirin e bujqësisë, pra me fermerët, me prodhimin vendas, nuk na çon askund normalisht. Normal. Cili është misioni i institutit tuaj në tërësinë e tij? Misioni është promovimi i konservimit dhe përdorimit të këtyre resurseve gjenetike bimore, duke bashkëpunuar, si thash, me të gjitha aktorët që merren me resurset gjenetike. Sepse për momentin, përveç ruajtjes dhe menaxhimit dhe monitorimit që i bëhet këtyre aksesioneve, siç të thash më parë, banka ka 28 vjet që është krijuar. Dhe midis gjithë kësaj pasurie që aty gjendet, erdhi momenti, ne në misionin dhe qëllimin tonë ne kemi bërë vlerësime dhe karakterizime duke i rigjeneruar me studimet tona shkencore në bazën tonë eksperimentale Valias, por nuk mund të mbahet të mbyllur më banka si një depo që ruan këto fara autoktone. Sepse, siç kemi parë, dhe gjithë bankat e tjera në botë, ato bashkëpunojnë dhe me bizneset e tjera dhe i shtojnë dhe të ardhurat, dhe kjo farë nuk do të humbasi asnjëherë nëse kjo marrëveshje do ekzistojë që të gjithë to që prodhohen rikthehen përsëri në bankë. A keni pasur dhe a keni shumë sfida, e para dhe e dyta, cilat kanë qenë ato sfida në raport me projektin konkret për cilin po flasim të SRD? Sfida e këtij projekti, siç e thash dhe më parë, ishte arritja e këtij certifikimit të këtyre specieve. Sepse ne kur e nisëm këtë, e nisëm thjesht që të mbështesim agroturizme duke i prodhuar, dhe një qëllimi joni ishte edhe ta shtonim këtë sasi, se këto ishin një sasi shumë e madhe, se ne sado bëjmë studime dhe karakterizime, por ne nuk i arrim dot me kërkuesit që kemi që të shtojmë shumë edhe të çojmë shumë numra për të rigjeneruar. Dhe kjo që e një arritje shumë e madhe e këtyre certifikimit. Por duam që ta vazhdojmë të nismë duke i shtuar këto dhe këto të hidhen në prodhim për agroturizmet që janë hedhur sot, që janë zhvilluar sot në Shqipëri. Ka nevojë për mbështetje konkrete banka gjenetike, për buxhet, se si bëhen ato eksplorimet në terren normalisht që ata për këtë ne na ka mbështetur rektori i Universitetit Bujqësor për sa i përket eksplorimeve, prandaj thash se ndër qëllimet kryesore është eksplorimi dhe koleksionimi në nivel kombëtar. Dhe sfidat ose, si të them, menaxhimi është fokusi kryesor i cili duhet të merret me ndryshimet klimatike që janë bërë, duhet i përshtaten këto fara që sipas qëllimit që kanë edhe vendi që është një dokumentimi i sigurt, për arsye se një dokumentim i mirë, ne po s'njoftëm vlerat dhe karakteristikat e këtyre farave, nuk sigurojmë dot informacion. Prandaj një dokumentim i mirë është një informacion i mirë për të ardhmen në përdorim. Gjithashtu kërkimi dhe koleksionimi, gjithë kërkuesit dhe gjithë institucionet kërkimore shkencore duhet të sigurojnë dhe të grumbullojnë fara të rralla për të ruajtur diversitetin gjenetik. Këto janë sfidat e menaxhimit të resurseve gjenetike. Për të gjithë vlerave njerëzore, pra në kuptimin e aftësive profesionale, gradave shkencore që keni mbi supe ju, pra banka gjenetike, enti farave fidanëve, pra njerëzit që janë aty. Universiteti Bujqësor ka një bashkëpunim të ngushtë me Bokun e Vjenës. Në raport me fara fidanët, domethënë, pikërisht me pjesën tuaj dua ta lidhim, jo me gjithë bashkëpunimin e atyre. A është diskutuar apo ka pasur një bashkëpunim pikërisht për këto, për farat autoktone? Patjetër që ne kemi, se ne jemi, jo, ky është programi i parë që ne përfshihemi me projektin Griz, ne kemi vite, unë jam ndër të parat që kam krijuar, jam që në një vit 1998 në Bankën Gjenetike, ka një ndër krijuesit e saj, nga profesor Gjuveli, është krijuar Banka Gjenetike, dhe ne kemi punuar me projekte ndryshme, me Bankën Botërore, me projekte me këtë Euriskon që thashun është ICPGR-i, që janë gjithë grupet e punës, dhe ne në këto programe kemi përfshirë dhe studentë të cilët janë marrë me kërkimin shkencor. Prandaj them me këtë projektin Strategjia Boku 2030, Universiteti Bujqësor ka hedhur një themel për reformimin akademik, prandaj ne ju bëjmë thirrje si shkollës së Cëriku, si gjithë gjimnazistëve të cilët janë të trajnuar dhe të përfshirë në këto pasione që tha dhe Sofiola, të marrin pjesë në këto, sepse si vjet nga 9 programe studimi që janë zbatuar për këtë vit studimi që kanë ardhur dhe studentët, këtë vit po themelojnë edhe programet e masterit dhe të doktoraturës
kërkimi shkencor, të cilat të gjitha këto në një nivel akademik që të mbështesin studentët. Për vitin akademik që vjen, 2026-2027? Jo, ka filluar ky vit 26-27, po formulohen këto mastera shkencor dhe doktoraturat, si dhe kërkimi shkencor, të cilët të gjithë studentët janë të hapur dhe të përfshirë, dhe ne në Bankën Gjenetike bëjmë gjithë praktikat profesionale të studentëve të Universitetit Bujqësor, 2 mujore, 3 mujore në periudhën maj-qershor, dhe gjatë gjithë vitit gjithë studentët e gjithë departamenteve janë të mirëpritur dhe vinë në Bankën Gjenetike që bëjnë trajnime, mësime, si një institucion shtesë, ne 5 fakultete dhe instituti jonë është pjesë e Universitetit. Duke qenë se po shkojmë drejt fundit me ju, në formë më shumë thirrje, informimi, ndërgjegjësimi për gjithë bashkëpunëtorët tuaj, ata që nuk janë pjesë e 13-s akoma për të bashkuar kësaj nisme, por edhe për fermerët, se jo. Absolutisht, lista që ka kërkesat për sezonin që do vi për mbjellje është krijuar, kështu që... Të nuk besoj se janë produkte sezonale, këto ka produkte dimri, prodhime pra, vere. Për mbjelljet e radhës, prandaj them për lista për mbjelljet e radhës, normale janë 2 sezone mbjellje, kështu që kjo tregon që interesi është shtuar, ose më saktë interesi ka qenë, por nuk ka qenë ndonjëherë besimi, ka qenë pasiguria, dhe ndoshta ky proces që është sezoni i tretë i mbjelljeve u tregoi dhe i bindi që po, ja vlen. Sigurisht, pjesa e fermerëve që unë e preka dhe më përpara është vlerë absolute shumë e shtuar, sepse një agroturizëm për hir të vërtetës është e pamundur t'i plotësojë nevojat e veta me prodhimin e vet, dhe për të qenë autentik dhe për të qenë vërtet me produkte organike, ka nevojë për bashkëpunëtorët rreth vetes. Kështu që në qoftë se fermerët e vegjël shikojnë interesin e këtyre produkteve, që pa diskutim do jetë se gjersa ka kërkesë një agroturizëm normale që do kente edhe këto bashkëpunime, unë mendoj se e nesërmja është shumë e shpejt që shumë fermerë dhe shumë agroturizme do t'i kenë këto produkte me fara autoktone dhe me varietetet që do të nderojnë çdo biznes, madhomendja. Sofiora, nga ty dua të njëjtin mesazh sensibilizimi, po kam edhe i pyetje se që kur jemi njohur bashkë, përveç një njohje në distancë kur ishin në kabinet të Ministrit Bujqësisë, ju shoh vetëm në aksion. Kostolv 1, Kostolv 2, projekti pastaj të tjerat me SRD-n, pra Gizin gjatë gjithë kohës. Çfarë pret mbas kësaj, mbas këtij projekti? Sfida e parë u të kalua, siç e tham që ne të mund të nxirrnim varietetet e para në certifikim. Pra tregoi që këto varietete mund të futen në treg. Por sfida e vërtet tani është që të mos mbetemi në kuadrin e një projekti, po realisht t'i futim në fjalorin shqiptar varietetet autoktone. Valbona nuk e tha, po Banka Gjenetike nuk e njohin të gjithë. Bile kur më kam petur në mendje Valbona, që kur ka hapur pozicionet e punës një periudhë kohe, kishin shkuar dhe kishin aplikuar ekonomistë, sepse bank menduan bank bujqësore. Në fakt, ajo ka nevojë për agronom, dhe që të ketë njerëz të cilët shkojnë dhe ndjekin fakultetin e agronomisë, duhet ketë treg për këta. Dhe që të ketë treg për ta, duhet që fermerët të futen në kultivimin e varieteteve autoktone, duhet kërkesa nga agroturizmet dhe nga restorantet të rritet, dhe pa diskutim duhet dhe orientimi nga Ministria e Bujqësisë. Pra sfida e radhës është që ne kur të takohemi në shtator dhe në tetor, pasi të përfundojmë projektin e radhës në kuadrin e varieteteve autoktone, që siç thash do të shkojmë në një testim të gjerë me qendrat e transferimit të teknologjive, duam të vim dhe me një paket reale mbështetje për fermerët dhe për agroturizmet, të cilat kanë shumë nevojë të orientohen në këtë drejtim. Dhe kemi angazhuar ekspert ndërkombëtar dhe ekspert shumë të njohur lokal, të cilët janë duke punuar për disa rekomandime konkrete që do t'i paraqiten ministrisë në fund të muajit mars, për të filluar dhe për të inovuar pak edhe skemat dhe mbështetjen e fermerëve apo agroturizmeve, të cilët realisht janë ata që janë ruajtësit kryesor të ushqimit ton, dhe nuk kanë nevojë vetëm për promovim në media, kanë nevojë edhe për aksione reale të mbështetjes.
Kështu që kjo është sfida e radhës. Të mos jemi me 13 agroturizme, një emision e mbyllëm ne dhe të mos jemi vetëm me një fermer, por të jemi me shumë fermer të tjerë. Mbyllim një panel vjesht që tani. Në tetor do ta lejmë Mali? Patjetër, Ministria është e hapur në çdo kohë. Në fakt, falenderoj Ministrinë e Bujqësisë sepse të paktën këtë sezon, po edhe nga pjesa e sezonit kaluar ka filluar të sjellë gjithmonë të jetë prezente, duke mos e pasur karrigen bosh me atë logon aty të vendosur Ministria e Bujqësisë, jo për tema tilla, por edhe kur ke për t'i goditur, janë më mirë kur janë se i amortizon. Doni ta mbyllni ju, pastaj edhe shkurtimisht Albanin sepse është në pritje. Patjetër, Ministria e Bujqësisë përveç politikave, siç e thash për legjislacionin, për parafrim që tashmë kemi detyrim deri në 2027, ne kemi bërë një program për ministrinë tonë deri në 2030 dhe nënkupton forcimin e kapaciteteve implementuese, siç është dhe forcimi i kapacitetit laboratorike të endit shetror të farafitanëve për testimin e DUS-it, gjithashtu një hap i rëndësishëm do jetë edhe ngritja e pemtoreve mën për drufrutorët, për varietetet drufrutorët. Dhe gjithashtu do ta mbyll që farat autoktone janë themeli i bujqësisë së qëndrueshme. 20 sekonda me mik. Universiteti Bujqësor, nëpërmjet bankës gjenetike si pjesë e rëndësishme dhe si institucion kombëtar i vetëm dhe unik që ka materialin gjenetik autokton, është partner i hapur dhe i sigurt krah për krah me Ministrinë e Bujqësisë, siç e thash, dhe në bashkëpunim me gjithë partnerët që merret me resurse gjenetike. Alban, mbylljen do ta bëjmë bashkë. Në fakt kisha një thirrje dhe një kërkesë që të gjitha këto resurse gjenetike që ne kemi, t'ju bëjmë analizat për vlerat e tyre të larta ushqimore. Po të një shembull të thjeshtë, cili prej këtyre kultivareve të domateve, të patateve, tjera, kanë fuqi të lartë antioksiduese dhe kjo do ndikonte që kultivarët të caktuar të kishin një tërheqje më të madhe nga tregu dhe ndoshta do ishin dhe konkurruese shumë herë më të mëdha ndaj prodhimeve të importit. Është shumë e rëndësishme kjo gjë dhe besoj me bashkëpunimin që po bëjmë me Universitetin e Bokus do jetë ndihmë e madhe. Alban, të falenderoj për praninë, për prezencën në Alert dhe për gjithçka bën. Faleminderit. Faleminderit edhe 4 të ftuarave. Ky është fundi i programit për ditën e sotme. Me bashkëdëshimin të premte në ardhshme në 21, mos harroni, ritransmetimi i Alert është çdo shtunë në 13:30. Deri atëherë, mirupafshim.